Florian Binaj apo Manastirliu? Për të rrju për shtetin duhet. S'ka shumë. Respekte. Jo respekte shumë më shumë nërë. Shumë e grushtë më shumë nërë. Tërë botën këshu në rotë. Dhe Amerika e Rusi. Se ka në Rusi mjë shumë ka përfunu shumë. Po citoj sa vargjet të ndjerit Arbenduka, kur ishte ministre Manastirliu, kur ishte ministre, ku thot, është bukuroshe lumën që e kemi, me taj amël në duket në helmi. Është bukuroshe që ndëron batanin, në ashtu në reksin me mësunet buhanin, së taj. Citova këto dy vargjet i ka thënë Arbenduka jonë. Flor Binaj, sekretar bashkie, si e prisni? E presim shumë mirë me fjell. Bën zgjedhjen më të bukur. Kush do ta fitoj, Flori apo Manastirliu? Mendoj se Flori. Ball ka vjedhur ajo më. Tani ka ardhur Flori, Jo, Flori s'ka për të vjedhur. Se sa bën njerëz. Florian Binaj, so e kum parë në televizorat, Ai është më i mirë faktikisht si njeri. Por ai garon dhe me thonë e mbështet një forcë politike e cila ka në krye një njeri që është diskreditu si njeri. Në krye kësaj force politike ku kërkon më mbështet ai, është forcë politike e diskreditume për arsye kryetarit saj. Se kryetari saj është Nëngrada, po Nëngrada e ka bo Amerika, po Nëngrada të tjetë këtu se këtu i ka bo ato budolliqit. Pra ju po thoni që edhe si personalitet ai është djeg. Flor Binaj, kryetar bashkia, e meriton apo jo? Tash ka disa institucione që e zgjedhin. Kështu që Ne si qytetar duhet ta mirpresim, çfarë mendimi ke ti? unë gjithmonë derisa ata institucione aprovojnë detyrimisht edhe unë do ta aprovoj. Ne si popull kemi pasur gjithmonë atë mani që gjithmonë kur zgjidhe një frym, thonë që ama e zgjodhi ky sepse është i unë i këtyre. besoj institucioneve. Nëse del fajtor çdo kush, faj i ngeli institucioneve. Po institucioneve. Po institucioneve. Kush është mirë, Manastirliu apo Flori? Unë për time këtë Florin e njoh nga humori. Nuk e njoh nga aktiviteti sociala, politika, nuk e njoh. Manastirliu nuk do të rri aty. Jo, për mua nuk do të rri. Pse? Po, e ka tregu veten disa herë. Në çdo institucion që ka shku, nuk ka dhënë atë kontributin e vet politik, qoftë edhe administrativ. Pra që ka më mirë Manastirliu. Po më e mirë është. Çfarë presim nga Manastirliu? Po presim atë që ka bon bashki, e ka bon ministri. Pra ju thoni që ministrinë ajo ka mbajtur shumë mirë. Jo, shumë mirë, i ka ca shethema, ca thanje urbane. Janë ca thanje që ne nuk i dim. Kush janë këto thënie urbane? Po janë ca shetheme që korupcione këto gjane. Ata përderisa ka vendos institucionet partit opozitare, këtë do thotë që ka diçka të mirë. Meriton. Ata që i drejtojnë bashkinë e Tiranës duhet jenë burra. Burra. S'ka. Nuk ka.